Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, Synaser. Me citë të pres, faleminderit për kohën, hajde të lutem. Atuemi të studio, kjo është vendi për ju, mirë se erdhe. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Knaqësi. Janë të lodhshme këto ardhjet në Kosovë, di që mezi i pritni. I numroni ditët mbrapsht. Këto e thot çdo kush që jeton larg Kosovës. Po mandej kur miksohen pak me punë, di që keni pas një koncert tash edhe në Rozhaje, në Ulqin, a? Si kalut atje? Atje na pritën një pritje fantastike që nuk bën ashtu aq mirë me të pritë, sikur në Rozhaje pa ashtu edhe në Ulqin, me sofrën pejane, të cilët i falenderoj dhe i përshëndes të gjithë. Kështu kem pas një pritje që nuk bën më mirë. Si nga publiku, pa ashtu edhe nga ministri i kulturës, apo drejtori i kulturës, Gzim Hajdinaga. Okej, bukur shumë. Momentet të tilla, besoj ju bëjnë me kuptu se sa shumë ju do publiku edhe sa shpesh ka dëshirë që t'ju shonë në koncertet të tilla. E keni menduar që ta bëni edhe në nisim nga peja, se si kim do të prej pejas, të bëni diçka më të madhe, ku nuk do t'jeti numruar numri i pjesëmarrësve, bëhet diku në shesh, një numër më të madh. Po këtë edhe kanë që thonë që mendojnë që gjithë që ta bëjnë, por kjo është me sofrën pejane është një privilegj i madh që t'jesh antar, apo që bashkangjitje sofrën pejane. Nuk pas shumë fat që ju kum gjitë, i falenderoj mas parti të madhit tonë Ramadan Krasniqit, ashtu tani Fites edhe Sejt, gjithë Sadikut kryetarit, edhe gjithë meren të gjithë. Falenderoj. Kështu që besoj që tash kanë edhe të përgatitur të tjera për mbas koncertit në Ulqin. Besoj që sofra pejane është këtu një traditë shumë e lashtë nga peja, sidomos, që ka lind prej esnafëve të qytetit. Kështu që tani i mbush edhe 25 vite, ku do ta bëjnë një koncert, një manifestim për gjithë ata antarë dhe për gjithë publikun pejan. E bukur, sepse sofra pejane veç shkone rritet për nga numri edhe i antarëve, në gjenerata të ndryshme, gjë që e bën akoma më të veçantë vetë grupin e juaj. Dhe është shumë e mirë t'i shohësh të gjitha gjeneratat aty, duke përcjell një frymë të njëjtë të kultivimit të vlerave të muzikës mirëfillt. Aty është mirë se janë gjitha lavnit e njerëzve, për shembull, me gjitha profesionet të ndryshme. Kemi mjek, gjykac, punëtor, kemi prej sferave të ndryshme, gjitha sferat të ndryshme të jetës. Do më thonë prej 32-3 vjetë e dezin në 70 vjetë. Besat kryetari i sofrës pejane Sadikut tash i ka mbush 80 vjetë. 80 vjetë. Antari më të vjetër e keni... Antari më i vjetër dhe kryetari i sofrës është 80 vjetë. Do të kthej pak në fillime. Sa vjeçar ke qenë kur bëre pjesë e sofrës pejane dhe në çfarë rrethana? Unë tash kam qenë që tash viti i parë, ose viti i dytë, me thonë që jam bashkangjitë sofrës pejane, tash unë jam shumë... Rishtas. është një privilegj shumë e madhe. Po unë këta i kom gjithë kolegë, edhe në kohën në kur unë kam jetu dhe kam vepru këtu në Kosovë, qysh para 35 vite i kom shokë edhe kolegë. Kështu që, opet thëmë, një falenderim shumë të madhë gjithë sofrës pejane, që unë mu ka mundësu që unë të bashkohem me sofrën pejane. Të bënë 35 vite largë Kosovës. Vendimi vështirë, situatë e imponuar, po besoj si e plot shqiptarëve të tjerë për të larguar nga vendi, por përkohësisht. Gjithmonë kështu besoj ka qenë mendimi i secilit. Pra po iki të punojmë diçka, të mbajmë veten e të kthehemi një ditë. Si e ke përjetu? Vitet 90-ta ishin seriozisht ishin kohën atë vështira, si për ka studentët, si ka demonstratat, si gjitha këto, edhe unë si unë çdo shqiptar tjetër, detyrohesh ta marr shoqen, bashkëshorten time, edhe djalin e kisha 1 vjeç. Detyrohesh ta çoj vendinjen, shkova në Gjermani që ku sot atje jetoj në njëjtin qytet, se unë përveç pejes, edhe që aty ku jetoj një bëmbyrë në Gjermani, nuk dëshiroj pa tjetër me rënu. Jo. Se 25 vite kom rënu pej, 35 vite në Gjermani, kështu që... Më shumë vite në Gjermani. Atje kam vite, ma shumë vite të kem në Gjermani. Aty kom gjithë edhe veten, po si angazhimin fillim edhe për ka muzika, po pasandej kërkesat shumë të mëdha në Kosovë, për familje, për gjitha ato ndihma që dushim i bëhe, që ishim detyrueshëm i bëhe.
edhe si përka qeverive që kanë qenë atë në egzile, këto që jem detyru gjithësysht që të punojmë, të ulim kokën, të punojmë, që të arritim këtë ditë na që sot e festojmë të gjithë dhe gëzojmë të gjithë. Kështu që 35 vit pastaj, pas angazhimit muzikës, unë u kryova një biznis timin, biznis familjar, për ndryshe me plaka, me kësisi, kam një farë shqitore, që me thonë një dyqan, të cilë në të shesë. Po muzikën si u lidhe më shumëti, pra në qëfar moshe? Muzikën aty unë kam fillu qysh në vitet e 80-ta. Mas parti kem kryua një shoqëri rinia, ka qenë atër, kem kalu për një shoqënis tjetër, në shoqëni pak ma të madhe, aty ishim me në udhëheqjen e fisharmonikit harmonikashit në Gjib Bakraci, kështu që ndërko bëshim edhe muzikën e orkestrën e qytetit Rami Sadikit Pejes. Aty ka qenë udhëheqës artistik, ka qenë Indjeri Gjevdet Bakraci, kështu dhe aty na kam mbledh të gjithë ata të rit, apo të asaj kohë që na ka jep mundësin edhe të bëjmë muzikë, kështu që dhe në vitet dhe sa unë kom shku në Gyrbet. Por edhe nga atje e kem bajt gjallë dashnin për muzikën, biles të kanë ndihmu edhe bashkëshorti, a di që plot tekstet të këngëve i ka shkrujt ajo. Pasi që shku në Gjermani, aty u taku më po atje me një shok timin që u bëmë dhe shok tash edhe një kim familjarisht, është një Arsim Aliu, vjen nga Gadimja, këtu dhe jeton edhe në Prishtinë, po jeton edhe në Gjermani. Aty fillum një farë muzikën, të bëj muzikë, si kur çdo në për lokale, në për restorane, në për asi, po të që u bo puna pak ma e vështirë, se unë mendojqa që me këtë biznisin të nështë fitoj tarna që me siguru familjen Kosove, të gjithë aty në që kum pas mundësi, edhe i falenderoj të lumit Zot që më ka jep ma të mundësi me ju ndimu, edhe unë besoj që ja kum dalë me ato sa do pak. Tani fillum pas do viteve me bashkëshorten, tha po shkruan kësi tekste, ajo shkruan shumë tekste të mira, Aida, përshëndes. Ajo shkruan tekste shumë, edhe thash hajt, po provojmë, thash unë, ajo po shkruan tekste, unë të shik nga pak e gjojqa muzikën, e që qështu më vike, e bëjqa muzikën, kështu që bashkëpunu me Sejn, se atë muqen, klarinetistin tonë fenomenal, të nëshim me Artanin, edhe e fillum kangën e parë me kriju, të nëshim qështu fillum kangën e dytë, kangën e tretë, edhe dikur dhejtë në një kohë, dhejtë në vitin 2021, ku e pata një sfit shumë të randë, e aty të që du të me ndërprej. Që ndodhe në vitin 2021? Vitin 2021 ishte Covidi. Edhe na ishim, unë isha në pej, se unë e vi shumë shpesh në pej. Mas pak të 5 herë dhe në 6 herë vjetë. Edhe ishim që bo muzikë në taverna, me antar, me kolegë që Sofës Pejane, edhe në të aty unë infektova, apo qysh nuk e di. Kur nesit filloja keqësimi, mas 2 dite jem detyru me gjdo kusht me ikë me shku për Gjermani. Aty mbërnina në Gjermani, unë konë shumë ketë se të kontrolojsh edhe në aeroport, kush është i infektum, kush sështë, kush asi, po deshti zoti madh aty i kalum aty dhe mbrina në shtëpi, po si ku mbrinë në shtëpi time, aty pe Düsseldorfi dhe i tonë janë dika 150 km, se ku prit me ngjesin, atër vish ardhë, dima parë, më kanë marrë dhe më kanë drejtu aty në spital. Aty të në filloj kjo mundimet, filloj kjo procedura, ka qenë 8 muaj dhe spital. 8 muaj? 8 muaj. Ishë për kësë smuja, nëse dikush ka kësi rasti smuja, është mirë me pas familjen e fort, familjen pas vetit. Komplet familje, jo veç gërun në fëmijën e mi, po edhe vllain të familje, po edhe shoqnin, që të ndihmojnë që nuk ka ndihmes më të madhe se kur ty të thije dikur në telefon, ose ti i lidhur në parto dhoma, në parto që me nisë me folë për krejt për këtë sa, duhet me shkru një film shumë të madhë. Përjetime të vështira. Kështu që
Po çka thoni mjekët, pra 8 muaj qëndrim, duket sikur pavarësisht trajtimit që ke marrë të duhur mjekësor prej tyre, nuk është se kanë bo punë, a? 3 muaj ditë nuk më ishin me caktu se pse s'po zbresin ato të Covidit që u duke me zbrit që për me pas me konti negativ. Ato nuk zbritëshin. Jo, thëshin të gjithfar metode, jo ka kështu, jo ka kështu, jo ka kështu. Unë po, adin mas i disha, po ishë problemi se ti as frymës më ishe me marë, nuk ishe kurfar mundësia aty me ishe një dhomë, për shembull, kum pas fatin, shumë fatin që jem konë në Gjermani, seriozisht, aty kum pas 24 orë kontrollet mjekve, kum pas për gjithë ata mjek që jenë konë edhe këta infermjerë, të asaj qendrës intenzive, ata jenë konë, ata për një lavdat, unë e kum thonë edhe në televizionin Gjerman, edhe kështu kum thonë që për një lavdat shumë të madhe, ata persona, ata njerëz që kanë punu në atë kohë, këtë punë që i kanë drejtu shumë njerëz. Pas asaj që lindi ma e keqja, pas që thojnë 1 muaj, 2 muaj dite, ma sëlme edhe zemrën. Ajo konë të është sfida shumë e madhe. Se Covidi, normal, ti prishke më shknit, po të është ta sëlmek edhe një organ që ti e ki pas ma të doptin në trup. Unë e kësha pas zemrën, kësha konë lindu në defekt me atë valvull të gjakit, valvull në zemrës, po. Se ka ditë, s'kum ditë, s'kum pas kur probleme, s'kum bonim konë këtu, që thojnë si në shkollë, si ku marrë me gjimnastik, me sport, me muzikë, jëmë konë edukatën fizike, difin që i kemë thonë në atë kohë, jëmë konë... Këtë qenë aktiv? Po, shumë aktiv, shumë, ku marrë pjesa në gjimnastik, në gara, gjithë shka. Deshtë të ndërhyje me operacione? Mas andej, përshamë, mas 3-4 muaj dite, kur nuk kum pa dili me sy, vetëm një dhomë për mes ty shëru Covidin, atër o doft, 1 muaj ditë me mlonë se tash shtëpia janë është ofër një shumë natyre të bukur që aty është ndalume, veç është për zoje, për kësi, po aty kom fati që kom shpinë edhe është shumë natyre mirë, dhe kërë e pa aj mjeki kardiologi, tha ti dush me ndajt 1 muaj ditë që mu përmirësu mushnija. Edhe unë vendosa 1 muaj ditë atë me ndajt, tash pas 1 muaj dite më thirrën për operimin e zemrës. Aty të që vazhdova prej asaj klinike ku isha nga qytetit tim, një klinikë në Hanover, është një klinikë shumë e njoftur në botë, shumë edhe ekstra është për zemër edhe për mushni. Se mu qaj më vyke që dyjat me konë paralel. Po dhe ty pati shumë. A ishte operacioni ndërlikum, a ishte i vështirë? Shumë. Operacioni... A kishe frikë? Jo. Në Covid, në fillim kër e kuptu në ata që ma kanë sulmu zemrën, thanë du të me qitë në komë. O dhe tash unë, në Gjermanisht në edhimi, për i thomë, thash jo. Tash pa e ka, thash unë jam këtu hala vendosi, tash unë në shkruj. Thash jo, po do, tash jo, s'do, tash. Une, thash, nuk tut në, thash. Une, thash, falë në, thash, kom qef që nëse, thash, des, ta di që po vdes, thash, është kur farë problemi, thash. O s'du, thash, me më qitë komë dhe, se unë ishisha për gjithë dit, i bajshin njerës. Të tjera. Po, i qeshin komë dhe shkojshin. Edhe aty vendosa, thash, unë ta në shkruj, thash që unë nuk lejo me më qitë komë, edhe ta pranun. E në shkruva të faletën, pranun, edhe po më thëtë a infermieri që është një farë shumë ka qenë njeri mirë, tha krasi që edhe i qitja ta mjek për jashtë ta zbonë, s'po donë, paciente ka në shkru, del një jashtë, i qitja ta 3 mjek tjerë. Kur për mu tha, din që akom vendosë për ty, thash e di, thash po thash unë ta në shkruva, thash nëse vdes unë t'i s'ki kur gjohë, thash unë në shkruj, s'është kur farë problemi kjo. Thash po thash, s'kom qef me më qitë komë, kur tha jo, dha ki me vosa qatë të mundë, thash okej, kur i puna, tash jo në të aparaturat me frimarja, ti mi përdor. Krejt ato i kryva edhe u stabilizova, tash i kur pa të nqu atje në të klinikën e zemrës në Hanover, atër ish operacioni prej 12 ditës filloj, dezna 1:05 minutat natës. Se komplet aortën, ma kanë si 3, edhe valvullën. Edhe aty tash
familja, unë i thash se shoqat ishin aty në hotel, fleshin gjithë, po i thash shkoni te shtëpia, thonë që është mirë. E merrni vesh që s'është mirë, veç ju lutem. Fatmirësisht sot je mirë me shëndet, edhe biles me buzëqeshje, me shumë pozitivitet. Më duket që muzika këtu e ka atë fajin kryesor, sepse ta shëron me të vërtet shpirtin, edhe unë e di se ju jeni duke përgatit edhe këngë të tjera të reja. Jam krejt në minutin e fundit, dua të më tregosh se a do t'jen këngë solosh do t'i publikosh, po i shkruan bashkëshortja, po i shkruani ju? Tani janë veç të përgatitura, një 30 këngë autoriale, gjitha me tekst edhe me muzikë timen, të orkestruarët e Artani, Artan Regjepi, me se klarinetistin më të mirë në Kosovë, sejnë, këtu që janë gjitha të përgatitura, e besoj që në të ardhmen, do veç 5-6 i kum qitë, sidomos këngën e nënë, se do të metër kujtimi vjetër, këngë për sofrën e Gyrbetit e kështu, ato veç janë të gjizume, po këto tjera do të dalin së shpejti, për gjitha këto që janë të përgatitur. Bukur. Ne do të kujdesemi që sigurisht edhe herave të tjera të kemi mundësi edhe të këndojmë, diçka, ta bëjmë një program muzikor më të gjatë, por sot faleminderit shumë që erdhe të më tregosh pak nga rrugtimi të jetësor. Gratësi që ju kisha.